Anit Kurti është djaloshi me origjinë nga Kosova që ka lindur në Finland. Prej fëmirisë së hershme, Anidi është angazhuar me futboll dhe sot është një futbollist profesionist. Përveç se tani luan në nivel klubi, Anidi është prej lojtarëve më të dalluar te kombëtarja Finlandës U15, po që stërvitet me U18-shat. Unë dua ta përshëndes, duke i dhuruar një përshëndetje shumë të madhe nga Glam Radio. Anit, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, Abi. Anit, pse ke vendos me u marrë me futboll? Pse të pëlqen kaq shumë futbolli? Masi që u kun babi jem futbolist, tu e këshyr, tu lu me të, ja ka nis më pëlqy edhe mu futbolli. A na tregon se cili ka qenë hap pas hapi angazhimi, rruga jote në klube, por edhe angazhimi në kombëtaren e Finlandës? Ja kom fillu në 2017 me FC Hakën. Tani jem shku një lëves, në fund 2020 edhe qtashem një lëves. Luj me gjenerata U15, U16 edhe U18. E Finlandën unë kanë thirë 2025 në fund. Sigurisht që e pret me padurim ditën kur do t'jesh pjesë e formacionit A, po sigur të vi një ftesë edhe nga Kosova? Unë jam haloj i ri për atë punë, po unë e besoj edhe shpresoj që Finlanda edhe Kosova ka më e ftesën. Anit, cili është goli më i veçantë që e ke realizu? Kam shumë golla të veçanta, po golla më e veçantë është golla kundër Portos në Madrid. Cili është klubi që e admiron më së shumti? Pëlqejnë shumë klube po Real Madridi. Cili është futbollisti më i mirë për ty i të gjitha kohrave? Lojtari më i mirë në botë, Cristiano Ronaldo. Po futbollisti më i mirë i ri aktualisht? Ka shumë lojtarë të mirë të ri, Lamine edhe Olise, po Due është më i mirë. Anit, me cilin lojtar të madh të krahasojnë? Do më thojnë Ronaldo Nazario, do më thojnë Cristiano Ronaldo, do më thojnë Kylian Mbappé, po është si përzim t'i qysh. Duke qenë se edhe baba i yt, Gjevati, ka qenë futbollist, a i dëgjon gjithmonë këshillat e tij dhe a e ka gjithmonë mirë? Marr shumë këshilla pi babit edhe pi axhallarëve, edhe krejt këshillat për pak janë të sakta. Anita, kujtoj gjithmonë historinë e treguar nga nëna e fenomenit Ronaldos, që tregonte se si luante lotari për fituar para, po nuk e dinte që jackpotin e kishte në shtëpi, djaloshin që ja thyente suveniret. A të vërtet mami kur thyen diçka në shtëpi? Jo, mami nuk më vërtet kër. Unë përkra shumë, veç mami thot ka njerë, veç mos më rak mu. A duhet një futbollist aktiv të jetë edhe nxënës i mirë në shkollë? Sa e vlerësojnë edhe sa i kushtojnë rëndësi kësaj gjëje në Finland? Trenerat e Elvesit nuk ishtin lojtarë që s'mësojnë në shkollë. Do të me mësu për me lu. Anit, kush e fiton kupën e botës 2026? Portugalia e fiton. Anit, faleminderit shumë për këtë bisedë të këndshme këtu në Glam Radio, të dëshiroj shumë suksese të tjera në të ardhmen. Faleminderit Abi edhe Glam Radio, suksese.